Përtita e përshëndetje e Ministrisë së Bashku, vim transmetimin e drejt për drejt në Report Televizion, do t'jemi së bashku në këtë hapësirë informative nga këto momente dhe deri rreth orës 13 për të ndjekur zhvillimet kryesore dhe të tjera që janë lajmet dhe ngjarjet minutës së fundit. Fokusohemi së pari në zhvillimet më të rëndësishme deri më tani deri rreth orës 11. Policia po heton mbi misterin e plagosjes me armë të një 18 vjeçare në dhomën e hotelit në pronësi të familjes të dashurit të saj, nipi Vladimir Gjutës, një personazhi me precedent kriminal. Vajza është plagosur në mesnatë dhe është dërguar në spital nga nëna, pra Elma e të dashurit, Mirvete Gjuta dhe kushëriri i tij. Antarët e tjerë të familjes, i dashuri, babai dhe xhaxhai Vladimir Gjuta, fshin çdo gjurmë gjaku dhe prove në hotel dhe instruktuan gruan që çojnë në spital. Të thotë se vajzën e gjetën në rrugë tek rreth rrotullimi ekonomikut. 2 persona kanë rënë në pranga nga Gjuta, 3 të tjerë janë në kërkim. Banorët e fshatit Rjoll në Velipoj nuk i ndalin protestat kundër ndërtimit të resortit luksos të kompanisë Genër 2 të biznesmenit dhe botuesit Bashkim Ulej. Sot, burra, gra dhe fëmijë kanë shkuar në kantirin e ndërtimit duke bllokuar punën e mjeteve të rënda. Prej disa javësh, banorët kundërshtojnë vijimin e punimeve deri në verifikimin e vërtetësisë të dokumenteve të tokës së Trollit, ku po ndërtohet resorti, pronë që sipas tyre u kanë grabitur. Sot mbat në gjykatën penale të Tiranës seanca e dytë për 14 arrestuarit e tjerë për dhunën në protestën e 10 shkurtit organizuar nga Partia Demokratike. Ata dyshohet se sulmuan me molotov, gur dhe fishek zjarre forcat e policisë. Dje, 7 të nitur përfshirë dhe nipin e mitur të gazetarit Çim Peka, pronarit formal të styrit të vët familjes Berisha, janë lënë në mastën detyrimi për të paraqitur. Operatorët kanë bojkotuar deputetët e PD-s që mbështetën në gjykat militantët e dhunshëm në shenjë revolte ndaj djegjes me molotov të kolegut të tyre. Pas një mbledhje të gjatë me anëtarët e qeverisë, kryeministri Rama ka njoftuar dorëheqjen si sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave të Angela Gaçit, post që ka mbajtur prej 13 vitesh. Report të dhënë mëson se në vend të tij është emëruar Elsonida Rama, drejtoreshe e kodifikimit në Ministrinë e Drejtësisë. Në mbledhjen pestorëshe është njoftuar edhe emri shefes së ret kabinetit të kryeministrit, Vilma Guri, drejtoreshe e Departamentit të Administratës Publike. Ky pozicion është mbajtur për 12 vite nga Vali Bishga. Mirë, këto ishin zhvillimet kryesore deri në këto momente, do të kemi mundësi që të fokusohemi edhe më gjerësisht, më konkretisht me gjitha detajet patjetër, dhe së pari do të zhvendosim me një ngjarje që është regjistruar pak pas mesnate këtu në kryeqytet. Do të zhvendosim sepse kam në komunikim edhe kolegun Sokol Dema për të mësuar më tepër detaje. Në fakt është policia që ende po vijon të hetojë mbi misterin e plagosjes me armë zjarri në gjoks të një 18 vjeçare në dhomën e hotelit në pronësi të familjes të dashurit të saj. Nipi Vladimir Gjutës, një personazh me precedent kriminal. 2 persona nga familja Gjuta kanë rënë në pranga, 3 tjerë janë shpallur në kërkim. Sokol, mirëdita, të përshëndes. Edhe njërë, çfarë mund na përcjellësh? Besoj ndoshta kemi edhe në detaj të ri krahasuar me komunikimin në një orë më parë. Çfarë ka ndodhur konkretisht, cila ka qenë, le të themi, skena apo insinuata që kanë bërë anëtarët e familjes Gjuta për të ndryshuar rrjedhët e hetimeve dhe për ta fshehur këtë ngjarje, dhe cili është misteri i madh që besoj ende nuk ka marrë një përgjigje, megjithëse policia po vijon hetimet. Po Andi, përshëndetje edhe një herë. Në fakt ka disa pikpyetje që kanë mbetur të pasqaruara pra në lidhje me ngjarjen e cila është regjistruar pas mesnatës dhe që në fakt duket se ka patur në grup nga ana e familjes Gjuta një si thuash marrje vesh me njëri tjetrin që ngjarja duhej të fshihej për arsye të cilat në fakt duhet të zbardhen. Pra, nëse ka 3 pikpyetje, unë kam renditur disa prej tyre. Pse duhet të prisheshin pra provat në vendngjarje, pse duhet të prishej vendngjarja, pse duhet fshihej arma nga ana e familjes Gjuta dhe në fund ditës pse një tentativë vetvrasje do të duhet të fshihej, kur në fakt policia duhet njoftohej dhe gjithçka të ishte transparente. E dyta edhe mbi gjitha dhe le të themi pronare apo zotruesi i armës, se një vajzë 18 vjeçare ndoshta pak.
mund të jetë një arsye e cila mund ta çonte familjen Gjuta drejt një tentative pra për ta fshehur ngjarjen. E dyta, dëshmia e vajzës është deri diku e dyshim, pasi ajo ka deklaruar, pra imagjino një vajzë 18 vjeçare, e pa rritur mirë ose më saktë e sapo rritur në moshë madhore, që deklaron se kam bërë shumë gabime në jetë, duket relativisht e dyshim. E treta si pikpyetje është edhe vendi ku ajo ka tentuar pra për të vrarë veten, pikërisht në pjesën e gjoksit. Duket si një vetvrasje e dyshimt, pasi përgjithsisht vetvrasjet nuk kryen në pjesën e gjoksit, pasi është më e vështirë si dinamik për të kryer, pasi në pjesën më të madhe të rasteve ose është në kokë ose në afërsi të gojës. Gjithsesi janë pikpyetje këto të cilat do të jenë në varësi të hetimeve të cilat do të vijojnë nga ana e policisë në vijim. Me një interes të lartë pritet një ekspertizë plot pra mënyra se si vajza ka tentuar të vetvrasë veten dhe që do të sqarohet në vijim. Gjithçka ka ndodhur pra pas mesnatës. Të kuptoj, eksaktësisht këtu duhet ndalesh hastira, policia në kontakt me këtë ngjarje, vajza pas plagosjes apo vetë plagosjes, kjo është dilema misteri e madh. Kush e ka shoqëruar dhe ka shkuar në spital, policia kontaktin e parë me ngjarje ka pasur në spital, si kanë vijuar hetimet, çfarë kanë thënë ata që kanë shoqëruar në spital, edhe më pas deri tek vendimet për 2 të arrestuar dhe 3 shpallur në kërkim. Atëherë, në fakt, policia është vënë në lëvizje në momentet kur në spitalin e traumës, pra 2 persona kanë dërguar 18 vjeçaren për të marrë mjekim. Bëhet fjalë pikërisht për të vetmen grua pra që është e përfshirë në ngjarje, Myrvete Gjuta, e cila ka qenë pra bashkë me kushëririn e djalit të saj që ka dërguar pra vajzën në spitalin e traumës. Në fakt, ajo të 2 bashkë kishin marrë instruksione që nuk do të tregonin të vërtetën. Fillimisht i kanë deklaruar policisë që vajzën e kanë gjetur pranë rreth rrotullimit të ekonomikut në kryeqytet, të shtrirë dhe e kanë ndihmuar pra për ta sjellë në drejtim të spitalit. Pra gati sigur nuk e njihnin fare. Ky ka qenë versioni i parë fillestar. Po, megjithatë, hetimi ka nxjerrë që në fakt edhe pas kthyrjes së pamjeve të kamerave të sigurisë nuk ka pasur ndonjë ndalesë të tipit pra në ekonomikut, një pamje rastësore pra në një farë mënyre dhe për këtë arsye pra kanë ngjallur dyshime. Ajca e ka çuar policim deri tek hoteli pra ku ka ndodhur ngjarja. Në zonën e Stokut. Nga kthyrja e pamjeve të kamerave të sigurisë është zbuluar dinamika e plot situar se çfarë ka ndodhur. E plot, mund të themi deri tani pasi hetimi vijon për shkak të atyre pikpyetjeve që përmenda më herët. Paka shumë, policia përmes njoftimit zyrtar e cila e cilëson pra që kemi të bëjmë me një vetplagosje, thot që vajza në një farë mënyre e ka tentuar pra të vetplagoset me armën e cila dyshohet se është e të dashurit të saj, të 22 vjeçarit, i cili është djali pra i Myrvetes dhe i Sajmirit, Erisialdo Gjuta. Edhe ky pra i shpallur. Dhe nipi Vladimirit. Çfarë ka ndodhur edhe përmes informacioneve të marra në mënyrë përmes zburimeve pranë policisë. Disa prej antarëve të familjes Gjuta kanë qenë në ambientet e jashtme të hotelit pas mesnatë kur kanë dëgjuar një të shtënë. Kur kanë hyrë në dhomë, kanë gjetur pra vajzën 18 vjeçare të vetë plagosur, më njëherë më pas kanë njoftuar antarët. E cila sokol ishte krete vetëm në dhomë apo mund të ketë qenë me të dashurin e saj 22 vjeçari? Nëse është ky detaj, ose para prakisht, dyshimet janë se ka qenë vetme. Megjithatë, kjo pritet të sqarohet në vijim përmes mbledhjes së dëshmive të tjera, të cilat do ta qartësojnë në mënyrë të plotë. Pra, pak a shumë aty që kemi në këto momente, kanë gjetur pra vajzën të vetplagosur në ambientet e brendshme të dhomës dhe menjëherë pasi kanë mbledhur gjithë grupin e antarëve të familjes të bërë prej 5 personash, përfshirë këtu edhe Vladimir Gjutën e famshëm të viteve më përpara, kanë rënë dakord të gjithë që duhet të prishin vendin e ngjarjes, ta fshinin, do të fshinin njollat e gjakut që kishte lënë të shtënat, kanë fshehur edhe armën dhe më pas kanë marrë pra vajzën dhe kanë nisur në drejtim të spitalit. Vajza, siç përmenda më herët, është marrë nga Myrvetja dhe nga kushëriri pra i të dashurit të vajzës, Elvir Gjuta, dhe është dërguar në spital.
ata janë instruktuar që nuk do të tregonin që ngjarja ka ndodhur pranë në hotel, por që ishte marrë diku tjetër. Në rastin konkret pranë rreth rrotullimit të ekonomikut në kryeqytet dhe në këtë formë, pra duke tentuar për të fshehur një ngjarje të tillë. Sigurisht Andi që ka pikpyetje të shumta, policia duhet t'i verifikojë në mënyrë të plotë edhe në orët apo në ditët në vijim, patjetër që dëshmitë duhen kryqëzuar dhe duhen parë se çfarë realisht ka ndodhur, dhe sigurisht arsyet që quan pra vajzën nëse është vetë plagosur për të shkuar drejt një vetë plagosje dhe për të vetë dëmtuar. Dëshmia e saj është e dyshimt dhe këto të gjitha pritet që të sqarohen në vijim. Një ekspertim i plot pra i gjithë ngjarjes besoj që do të çonte drejt një sqarimi të plot për të mos patur asnjë keq kuptim dhe një farë forme edhe gjithë personat e familjes Gjuta të cilët nuk treguan pra për ngjarjen të marrin atë çfarë u takon sipas ligjit për shkak pak minimalisht për moskallëzimin e krimit, për fshehjen e armës e të gjitha këto. Stokol, Vladimir Gjuta së bashku me 2 të tjerë, pra po antarë të familjes Gjuta, janë ata që kanë prishur provat në vendin e ngjarjes, pra nuk di kanë pastruar gjakun e të tjerë. Nuk di kamera sigurie kanë tentuar të heqin të fshin. Policia çfarë administroi që e zbardhi këtë skenar që ndoshta ky mund të jetë i qartë. Pikpyetja më e madhe është nëse është vetë plagosur apo është plagosur nga dikush tjetër, arma pra që ku është gjendur e tjerë dhe rrethana ndoshta historiku që mund të ketë pasur 18 vjeçarja me të dashurin e saj pra djalin e familjes Gjuta apo dhe me antarët e tjerë të kësaj familje. Dhe fakti që ata janë shpallur kërkim Vladimiri dhe 2 tjerë do të thotë që kanë bërë le të themi këtë punë dhe më pas janë larguar nga hoteli? Shiko Andi, policia të paktën zyrtarisht thotë që vajza është vetë plagosur, kam përshtypjen që është një perceptim ose më shumë se sa i shpejt i policisë ose kanë arritur gjejnë materialet e duhura që e provojnë. Por po në komunikatën e policisë thuhet se përmes kamerave të sigurisë pranë në hotel është arritur të përcaktohet pra vetë plagosja e gocës. Edhe pse ka pikpyetje të shumta. Nga ana tjetër, arma e krimit nuk është gjetur akoma dhe po kërkohet nga ana e policisë përmes hetimeve dhe kontrolleve të cilat po bëhen nga ana e sektorit të krimeve të rënda në policinë e Tiranës dhe deri tani të paktën nuk është gjetur, pritet të sqarohet në vijim, teksa të gjitha pikpyetjet e tjera përfshirë edhe personat që janë shpallur në kërkim të çojnë drejt pjesës që ata e kanë prishur pra vendin e ngjarjes, kanë tentuar të mos tregojnë, e kanë fshehur gjithçka dhe në një farë forme është zbuluar më pas indicieve të cilat kanë ardhur pas dërgimit të gocës në drejtim të spitalit. Nuk di pak shumë shkurtimisht, u zgjatëm në këtë ngjarje, po me të vërtet ka pyetje të shumta dhe pikpyetje që ende nuk i ka zbardhur as organet hetimore, prandaj edhe unë ju pyeta. Cili është historiku i Vladimir Gjutës, precedentët e tij penal dhe le të themi që u rikthye sërish në sken ky emër pas kësaj ngjarje? Bëhet fjalë për një personazh që është i njohur jo vetëm nga ana e policisë apo organeve të drejtësisë, por përgjithsisht edhe nga opinioni publik. Një prej ngjarjeve që ai është përfshirë më të bujshme ka qenë në mosgaboj rreth 6 viteve më parë në vitin 2020, kur ai është parë pra me armë në afërsi të selisë së Partisë Socialiste, duke qenë pra aty edhe kryeministri Edi Rama. Ka qenë patjetër një arrestim i menjëhershëm që është kryer në atë periudhë dhe më pas dënimi i tij ka qenë për armbajtje pa leje dhe me sa duket ka arritur pra që të mbyll hesapet me drejtësinë, por që edhe përgjatë momenteve kur ai ka qenë në qëndrim pra në qeli, po ashtu nuk është se ka qenë njëri i qetë. Ka tentuar disa herë të kërcënoi në atë periudhë drejtorin e burgut pra 313 ku ai kryente dënimin. Pra, kemi të bëjmë me një personazh i cili ka qenë i njohur më përpara, ka qenë i përfshirë në ngjarje të tjera dhe që sigurisht menjëherë edhe përgjatë ditës së sotme ra në sy në lidhje pra me ngjarjen e regjistruar së fundme. E kuptoj. Stokol, për të kaluar në një tjetër zhvillim, se ju ndodheni në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë në dhomën penale. Çfarë pritet të ndodhë aty? Ka mbështypjen që do të jenë me masë të sigurisë apo do të bëhet një seancë për ata protestues të ndaluar pas molotove dhe protestës dhunshme të opozitës më datë 10 shkurt?
Po në fakt bëhet fjalë për 14 protestues, të cilët janë arrestuar pra ditën e protestës së Partisë Demokratike, e cila u zhvillua pra disa ditë më parë. Rreth orës 9:30 ka nisur seanca në gjykatën e Tiranës me gjyqtar Sokolmar, i cili po verifikon pra masën e sigurisë për veprat penale të cilat ngarkojnë në drejtim të tyre. Patjetër që pritet të jetë një seancë e cila do të zgjasë për shkak të numrit të lartë të madh pra të protestuesve dhe personave që janë të arrestuar në lidhje me ngjarjen, mes të cilëve bëhet fjalë për 13 pra, për 13 burra dhe një grua, të cilët po marrin dhe po mësohen pra me masën e sigurisë. Kujtojmë që një ditë më parë ka qenë gjykata e Tiranës, e cila ka caktuar masë sigurie detyrim paraqitje një herë në muaj për 7 të mitur, po ashtu të arrestuar për gjatë protestës së opozitës pra të fundit, për shkak të hedhjes së molotovëve, për shkak të hedhjes së sendeve të tjera, përfshirë fishek zjarre, të sende të forta në drejtim, jo vetëm të godinave, por edhe të efektivëve të policisë. Protesta e fundit pati edhe numrin më të lartë të efektive të policisë të dëmtuar pra nga protestat e fundit që ka zhvilluar Partia Demokratike, në total 16, njëri prej cilëve në fakt ne kemi raportuar më herët ka qenë në gjendje relativisht të rëndë për shkak të djegjeve të shumta që janë shkaktuar nga molotovët në pjesën e poshtme pra të trupit, dhe që kishte nevojë më tej pra për ndërhyrje kirurgjikale. Sigurisht vendimi që do të merret sot pritet të mësohet, besoj, rreth orëve të mesdites, pasi për shkak të numrit të lartë pra të protestuesve, thjesht procedura për ndjekjen e të gjithë masës merr kohën e saj, dhe që do të njemi, besoj, më vonë me atë se çfarë do të kërkoj, do t'ja pra gjykata. Përgjithsisht prokuria kërkon caktimin e masës arrest të burg, megjithatë, referuar herëve të kaluara pra të arrestimeve për të paktën 2 protestat e fundit që ka kryer Partia Demokratike, janë liruar protestuesit, nuk dihet çfarë do të ndodhë të radhën, se do të ketë ndonjë ndryshim kursi të gjykatës për të mbajtur në burg ndonjërin prej tyre. Megjithatë, aktet e dhunës pra të cilat janë kryer disa ditë më parë në protestë kanë qenë të rënda, me thënë të drejtën, dhe që policia të paktën edhe për gjatë deklaratave të tyre në Report TV kanë deklaruar se pikë synimi nuk është se ka qenë thjesht godinat e institucioneve si Kryeministria apo Kuvendi, por vetë policia e shtetit, pasi kemi parë video dhe materiale filmike të cilat i çojnë pra molotovët në mes të efektive të policisë, duke rrezikuar seriozisht jetën e tyre. Faleminderit Sokol, patjetër për këtë zhvillim do të kemi tjetër komunikim. Faleminderit kolegun Sokol Dema, zhvendosim por duke mbetur në fakt tek i njëjti argument dhe tek e njëjta tematik, sepse ditën e djeshme 7 të mitur, pra janë lënë masë të detyrim paraqitje. Nipi mitur i gazetarit Qimpeka, pronarit formal të styrit të vët familjes Berisha, ishte mes 21 në total të arrestuar për dhunën dhe sulmet në Molotov ndaj policisë në protestën e Partisë Demokratike datës 10 shkurt. Ata akuzohen për 6 vepra të rënda penale, ndërsa dje gjykata e Tiranës 17 vjeçarët i ka lënë në masë detyrim paraqitje. Në mbështetje tyre shkuan edhe deputet demokrat, por operatorët, kameramanët i kanë ulur kamerat dhe nuk i filmuan në revolt për kolegën e tyre që është përfshirë nga flakët e Molotovit në protest të martën. Nipi mitur i gazetarit Qimpeka, pronar formal i Syrit TV i familjes Berisha, është në mes të 21 arrestuarve për dhunën që shpërtheu në 10 shkurt gjatë protestës së Partisë Demokratike. I riu me inicialet SP është 17 vjeç dhe në muajin tetor të këtij viti mbush moshën madhore. Ai ishte në mes të 7 miturve që përfunduan në pranga, pasi sulmuan policin me molotov, gur dhe fishek zjarre, fillimisht përpara kryeministrisë dhe më pas tek parlamenti, ku militantët u zhvendosën sapo Sali Berisha i dha sinjal për sulm teksa mbylli fjalën e tij poshtë godinës qeveritare. Në gjykatën penale të Tiranës këtë të premte u mbajt seanca për vlerësimin e arrestit dhe caktimin e një mase sigurie vetëm për 7 miturit, mes të cilëve edhe nipi gazetarit Qimpeka. Përballja e tyre me drejtësinë është veçuar nga 17 arrestuar të tjerë në moshë madhore, por sërish të rinj të moshave 18 deri në 36 vjeç. Nipi i Qimpekës dhe 6 mitur të tjerë akuzohen për 6 vepra penale, nga plagosje rënd me dashje, te prishje e rendit publik, shkelje rregullave për rëndët plase, shkatërrimi pronës me zjarr dhe kundërshtimi policisë. Për të 7 miturit, gjykata vendosi masën e sigurisë detyrim paraqitje. E megjithatë, edhe pse kanë lënduar 16 efektiv policie, që u shënjestruan me molotov dhe sende të forta,
Në krah të tyre dhe për të mbështetur grupin e dhunshëm të militantëve, përpara gjykatës dolën deputetë të PD-s si Belin Kolliçi, Flamur Noka, Elda Hoti, Eno Bozdo dhe Tomo Realizoti. Megjithatë, nuk ka asnjë pamje të tyre përpara ambiteve të gjykatës. Të gjithë operatorët televiziv ulën kamerat dhe zgjedhën të mos filmonin asnjë nga opozitarët që mbështesin dhunuesin. Ndoshta në mes tyre është edhe ai që lëshoi bombën molotov ndaj kolegut Aldo Kashri. Operatori u përfshi nga flakët, fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën, teksa ishte në krye të detyrës, duke përcjellë përmes objektivit të kamerës gjithçka ndodhi në protestën 3 orëshe të PD-s. Përfshirja të miturve në protestën e 10 shkurtit, duke dalë në ball dhunës që e përfshiu atë, u akuzua nga qeveria si një skem e mirëfillt e urdhëruesve, deputetëve me imunitet dhe Vecali Berishës për të mos ndjekur penalisht autorët e vërtet. Ndaj për kundërshtim të punonjësve të policisë dhe për shtyrje të miturve në krim, pohetohen në gjendje të lirë 4 deputet dhe sekretari organizativ i PD-s. Ata u shfaqën dukshëm ende pa nisur protesta se një grup i organizuar me kapuç në kokë, me maska kirurgjikale në fytyrë dhe me pllaka guri në duar, me molotov artizanal me shishe benzine lidhur me kapsolla që shpërthyen me fitil. Do të zhvendosemi në këto momente në verit vendit, në Shkodër, eksaktësisht në Velipoj, aty ku banorët e rjollit në fakt nuk i ndalin protestat kundër ndërtimit të resortit luksos të kompanisë Genner 2 të biznesmenit dhe njëkohësisht botuesit Bashkim Ulej. Gjatë ditës së sotme, në fakt, burra, gra, fëmijë kanë shkuar në kantierin e ndërtimit dhe kanë tentuar që të bllokojnë punën, janë përplastur edhe me efektiv të policisë. Kam në komunikim drejt për drejt kolegun Ergjys Kavaja për të kuptuar më tepër çfarë ka ndodhur dhe çfarë situate kemi edhe në momentin që flasim. Ergjys, mirëdita, çfarë mund na përcjellësh protesta e radhës e distata, gati çdo ditë banorët dalin për të kundërshtuar këtë projekt. Sot çfarë ndodhi? Po, andi është një protestë e cila ka nisur që në datën 6 shkurt dhe vijon ditë pas dite, herë në dyert e prokurorisë, por apo para parlamentit, por edhe në zonën e rjollit aty ku banorët kanë protestuar thuajse çdo ditë në mbrojtje të pronave të tyre. Gjatë ditës së sotme në orën 9 mëngjesit ishin njoftuar për protestën e radhës së banorëve të rjollit në zonën e Velipojës. Gra, fëmijë, burra, banorë të kësaj zone kanë hyrë në kantierin ku po ndërtohet resorti luksos në zonën e rjollit Velipojës. Ato kanë bllokuar punimet në kantier duke ulur nga mjetet e punës të kantierit edhe punojësit e firmës e cila po kryen punimet në këtë zonë. Kanë goditur me gur fadromat, por edhe mjetet të cilat janë vendosura prej ditësh dhe po kryejnë punimet në këtë zonë të territorit të rjollit, në zonën e rjollit ku do të ndërtohet resorti luksoz në territorin e kësaj zone turistike në bashkinë e Shkodrës. Megjithatë, pavarësisht bllokimit punimeve, ka pasur tensione me forcat e policisë, por edhe deklaratat vetë banorëve të cilët shprehen që nuk do ta ndalin protestën për mbrojtjen e tokave dhe pronave të tyre, të cilët i kanë të trashëguara brez pas brezi. Në fakt, protesta ka përfunduar e qetë vetëm me deklarata, ka qenë një situatë rreth 1 orë ku ka pasur agravim të situatës momentin kur banorët kanë shkuar pranë punojësve të firmës e cila po kryen punimet, duke i detyruar të ulen nga mjetet e punës dhe duke bllokuar punimet. Më pas banorët janë mbledhur gjithë bashku duke dhënë edhe prononcimet për mediat ku në mënyrë të vazhdueshme deklarojnë që nuk do të ndalen kërkesat e tyre dhe shfrytëzimin e pronës nga vetë banorët dhe jo grabitje pronës siç e quajnë ndërtimin e resortit luksoz në zonën e rjollit të Velipojës. Të kuptoj, Ergjys, pra, momentalisht themi protesta përfundoi, ose nëse themi për ditën e sotme, në tension nuk pati të shoqëruar, megjithse ju thatë që rreth 1 orë ishte një situatë distime tensionuar, po punimet vazhdojnë pas largimit të banorëve apo fundit protestës për sot. Dhe në datë 16 shkurt, sepse dhe po afron që rastis dita e hënë, çfarë stande gjyqësore kanë të rëndësishme këta banorë në apelin e Shkodrës?
Seanca në 16 shkurt do të jetë në gjykatën e apelit në kryeqytet Andi, atje ato do të kërkojnë pikërisht të drejtën e tyre. Është një seancë gjyqësore ku edhe vetë banorët deklarojnë që mund të vendoset edhe fati i zgjidhjes pronës. Zgjidhjes pronës tyre është një seancë gjyqësore e cila siç pretendojnë edhe vetë banorët do të dorëzohen të gjitha argumentet ligjor që ato janë trashëgimtar brez pas brezi të pronës tyre, ku do të paraqiten normalisht ashtu siç kanë bërë publike edhe në media, edhe dokumentet e pronësisë të vjetra të cilat banorët i disponojnë. Janë rreth 80 familje të zonës së Rriollit, të cilët pretendojnë që prona ku po ndërtohet resorti është në pronën e tyre dhe dokumentat që disponon firma e ndërtimit janë të falsifikuara nga shtetasi Fatmir Shpellza, dhe pikërisht seanca gjyqësore në 16 shkurt do të jetë ndaj këtij shtetasi, banorëve të Rriollit dhe Fatmir Shpellzës, i cili pretendohet nga ana e banorëve që ka falsifikuar dokumentet e pronësisë duke ia dhënë pronën më pas investitorit Bashkim Ulaj për ndërtimin e resortit në zonën e Rriollit Velipojës. Presioni që vetë banorët kanë krijuar ditë pas dite në protestat që ato kanë mbajtur qoftë në dyert e prokurorisë, qoftë siç thash përpara parlamentit, por edhe në zonën e Rriollit pranë pronave të tyre, është që të vendoset drejtësia dhe të mos grabitet prona atyre nga ajo pronë që ato pretendojnë që e kanë trashëguar nga të parët e tyre. Mirë, faleminderit Ergjys për këtë komunikim. Faleminderit kolegun Ergjys Kavaj, po patjetër në apelin e Tiranës, fakt sepse me hartën e regjistorë është vetëm një apel i jurisdiksionit përgjithshëm dhe është në Tiranë. Zhvendosemi në këtë moment në një tjetër zhvillim në Durrës, në fakt ku ka një ngjarje nga kronika. Babai ka kërcënuar vajzën e tij 18 vjeçare dhe më pas është vetë plagosur me thik. Ngjarja ka ndodhur ditën e dieshme në qerret të njësisë administrative Katun Diri në Durrës, dhe sipas kolegëve burimi nga policia u kanë bërë me dije se mbrëm Ardian Varosi në gjendje të dehur ka bërë sherr apo ka pasur një konflikt me vajzën e tij 18 vjeçare dhe ka kanosur atë me thik. Burimet më pas thonë se më para i kishte qelluar vajzën me pëllëmb, pra i kishte qelluar me pëllëmb, një kontakt fizik, dhunë fizike. Vajza ka dalë nga banesa, ka kërkuar ndihmë tek fëmijët e familjes. Ata kanë shkuar tek familja Varosi, por burri ka kërcënuar edhe fëmijët. Ndërkohë, një prej komshinëve ka njoftuar policinë e Durrësit. 2 patrulla shkuan në vend ngjarje. Në momentin që policia shkoi në familjen e tij, pra të Ardian Varosit, ai është vetë plagosur me thik në qafë. Policia e ka marrë dhe ka dërguar në spital, ndodhet në monitorimin e mjekëve jashtë rrezikut. Për jetën policia po punon për zbardhjen e plot rrethanave të kësaj ngjarje, nëse mund të kenë pasur konflikte më parë apo ky person ishte një dhunues i përsëritur në familje. Pra 55 vjeç, i cili ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes dhe vajzës tij, pra jo vetëm vajzës tij, por policia ka dalë një komunikim paraprak dhe thotë ushtroi dhunë ndaj bashkëshortes dhe vajzës e tij dhe më pas është vetë plagosur me thik, është vënë pranga 55 vjeçari. Është pa probleme serioze për shëndetin në spitalin e Durrësit. Mirë, në pak reklama do të kalojmë këto momente, por vizitoni shqiptare.com, faqen zyrtare në internet për të informuar mbi gjithçka me detaje patjetër. Rikthehemi më njëherë për tjera zhvillime. E më rikthyer në studio, vim transmetimin e drejt për drejt në Report Televizion me të tjera zhvillime. Gjatë kësaj jave, por edhe ditët e para të javës që vjen, në Hag të Hollandës, në dhomët e specializuara për të gjykatës atje, është duke zhvilluar gjyqi dhe deklaratat përmbyllëse në gjyqin ndaj 4 ish drejtuesve të UÇK-s, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Prokuria, pra organi i akuzës, zyrat e prokurorisë special kanë kërkuar për ta 180 vite burg, pra nga 45 për secilin, ndërsa më pas me radhë avokatët e secilit prej 4 ish drejtuesve të UÇK-s kanë argumentuar se nuk qëndrojnë këto akuzë, nuk ka asnjë provë dhe se dënimi i tyre do të ishte i turpshëm. Dhe po ashtu, më datë 17 shkurt, pra ditën e martë, që është edhe përvjetori i pavarësisë së Kosovës, do zhvillohet një protestë e madhe në Prishtinë në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-s. Kam në këto momente në komunikim të drejt për drejt nga Kosova, nga Prishtina, besoj zotin Ardian Bajraktari, avokat, i cili është një njohës i mirë i kësaj çështje, edhe për shkak të profesionit, por në mos gaboj ka vizituar
edhe ka biseduar me 4 ish drejtuesit të UÇK-s në Hag. Zoti Bayraktari, mirëditë, ju përshëndes dhe faleminderit që jeni në Report Televizion. Kënaqësi, përshëndetje edhe për ju dhe për shikuesit e televizionit tuaj. Faleminderit edhe një herë. Spaja që unë ju pyes është si të zhdukur procesi i zhvilluar deri më tani. Dhe kur them këtë e kam nga e hëna edhe deri ditën e dieshme. Si keni vlerësuar dhe përtej le të themi edhe imagjinatës, a keni pritur këtë pretencë të prokurorisë me 180 vite burgim dhe si të janë dukur avokatët mbrojtës të 4 ish drejtuesve të UÇK-s dhe ato që ata kanë parashtruar? E para, deklaratat përmbyllëse ose fjalët përfundimtare do të kuptohet se janë para së gjithash refleksioni i procesit gjyqësor, e curisë deri tashme, atë që kemi pa dhe atë që është zhvilluar përtej, sepse siç dihet, njëra prej elementeve ose mangësive të mëdha të këtij procesi ka qenë mungesa e transparencës për shkak ka rezultuar me çmimin e njërit prej parimeve bazë të procedurës siç është publiciteti i saj. Sa i përket çështjes deklaratave përmbyllëse, natyrisht kemi pa në lindjen time shpërfaqjen e prokurorisë e cila ashtu siç e ka nis këtë proces me prova dhe dëshmi të manipuluara me deklarata të ndërtuara mbi baza të pretendimeve të paqena dhe për më tepër tentativën e kësaj të fundit për me ul vlerën provuese të dëshmive dhe të deklaratave të mbrojtjes, e cila natyrisht që në bindjen time ndonë se kanë qenë të pakët në numër dhe dëshmitarët e mbrojtjes kanë qenë jashtëzakonisht relevant, përgatitur dhe mbi të gjitha dëshmitarët të cilët kanë qenë protagonistë të ngjarjeve, për çka natyrisht që i ka bërë dhe i bën dëshmitar okular të këtij procesi. Për më tepër vlera provuese e dëshmive të dëshmitarëve të mbrojtjes është jashtëzakonisht e madhe. Prandaj ka pas tentativa në bindjen time të dështuara të prokurorisë për me ul vlerën provuese të tyre në supozimin ose pretendimin që mbase nuk kanë qenë të njohur me detajet e ngjarjeve, ndërkohë që siç dihet disa prej tyre kanë qenë me vite pjesë e zhvillimeve të rëndësishme jo vetëm të Kosovës, mirë po edhe të rajonit, për çka natyrisht që këto pretendime i bën të pa argumentueshme. Po ashtu, vlen theksohet që përgjatë ecurisë këtij procesi, përkatësisht deklaratave përmbyllëse, pam të shpërfaqura tentativën e prokurorisë në drejtim të faktit që e njëjta kërkoi shpërfilljen e njërit prej parimeve bazë të drejtësisë penale, siç është Lex Mitjar, që për hir të shikuesve ky parim funksionon që prej kohës së drejtësisë penale, sipas të cilit natyrisht që nënkupton që duhet me u apliku dënimi ose parimi sipas të cilit ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale, ndërsa në rast se ndryshime të mëvonshme të legjislacionit mund të aplikohen vetëm atëherë kur ato janë më të favorshme për palët, përkatësisht për të pandehurit. Dhe kërkesa për shqiptim të dënimit deri në këtë shkallë, deri në 45 vite për secilin, këto po argumentojnë. Deri në 45 vite për gjithë secilin prej 4 së UÇK-s, nënkupton shpërfillje flagrante të këtyre parimeve të drejtësisë penale, por unë jam optimist dhe i bindur që mbi bazën e asaj që kemi pa, mbi të gjitha nuk kanë arritur me argumentu prova pretendimet e prokurorisë për sa i përket elementeve të fajësisë për 4 në UÇK-s, për faktin se siç dihet që nga Konventa e Gjeneves e vitit 1949 për të vlerësuar përkatësisht konstatuar përgjegjësi komanduese duhet të plotësohen disa kushte që në rastin konkret nuk janë plotësuar. E kuptoj. Zoti Bayraktari, pra ju po thoni që kurse si nuk kishte nga të dilte ky 45 vite dënim kërkim pretence nga ana e prokurorisë, sepse edhe nëse supozohet që ato mund vërtetojnë akuzat e prokurorisë, ato mund dënohen me ligjet e kohës, dhe me nenin e kohës që nuk shkonte kurse si 45 vite. Kjo është ideja. Absolutisht, sipas legjislacionit edhe në kohën në cilën është pretendohet që janë kryer këto vepra penale, shkolla maksimale e dënimeve ka qenë 15 përkatësisht 20 vite, për faktin se ka qenë i aplikueshëm legjislacioni penal jugosllav, i cili me kalimin e kohës përkatësisht me ardhjen në Kosovë të UNMIK-ut është ndryshuar dhe kjo është përcaktuar shkolla maksimale për më tepër. Pra 20 vite, prokuroria nuk mund kërkonte 45 vite siç kërkoi. Kjo është ideja.
Absolutisht, edhe sipas praktikës, edhe të gjykatave tona, edhe të tribunaleve penale ndërkombëtare përfshirë edhe atë të Hagës, maksimumi 20 përkatësisht 22 vite në asnjë variant nuk është shqiptuar ndonjë vendim për te kësaj. Ju kuptoj, do t'ju pyes edhe si avokat. Sa e rëndësishme është kjo fazë që është duke u zhvilluar në tërësinë e vendimit që do t'japi gjykata? Pra, nuk di sa më bindës t'jenë avokatët, apo besoj sepse ditët që vinë ndoshta edhe vetë 4 ish drejtues dhe UÇK-s ka 1 minutar saktuar për të folur. Në gjithë peshën e gjyqit, sa e rëndësishme është kjo fazë? Apo kanë rëndësi të madhe dhe ato që kanë kaluar dëshmitarë etj. Natyrisht, çdo fazë e procedurës e ka vlerën dhe rëndësinë e vet. Fakti që tashmë kjo është faza përfundimtare e ballafaqimit të palëve, natyrisht që ka peshën dhe rëndësinë e vet në drejtim të tentativës së palëve për ta bindur trupin gjykues në raport me pretendimet përkatësisht kundër pretendimit e tyre. Dhe në këtë drejtim, kjo fazë pikërisht me këtë është karakterizuar në drejtimin e trupit gjykues, pala akuzuese është përpjekur të argumentojë pretendimet e saj dhe për më tepër ta ulë vlerën provuese të deklaratave dhe të dëshmive të mbrojtjes dhe po ashtu mbrojtja ka qenë në bindjen time jashtëzakonisht efikase në drejtim të kundërargumentimit të suksesshëm të faktit që në bindjen tonë nuk është arritur me argumentu elementet esenciale për përgjegjësi komanduese, siç e thash, që janë ekzistimi i një strukture dhe hierarkie si dhe zinxhirit e mirëfillt komandues, si dhe çështja e ushtrimit efektiv të kontrollit, për çka natyrisht që dëshmitarët e mbrojtjes i kanë kontribuar te moshe jo vetëm mbrojtjes, mirë po para së gjithashtu dhe në radhë të parë të së vërtetës, mirë po kur flasim për dëshmitë një dëshmitari, duhet me pas parasysh që e njëjta është një provë në procedurën penale, mirë po ajo kur shoqërohet edhe me dëshmi të tjera, edhe me prova të tjera, natyrisht që arrin drejt konstatimit të së vërtetës përkatësisht bindjes së trupit gjykues. Dhe në këtë drejtim, fakti që ka kaluar një kohë relativisht e gjatë dhe tashmë administrata amerikane ka deklasifikuar një numër të konsiderueshëm të dokumenteve, natyrisht që kanë shkuar në drejtim të së vërtetës për faktin se përmes tyre konstatohet qartë mungesa e strukturës edhe hierarkisë komanduese, fakti që zoti thotë që ka qenë udhëheqës i natyrës politike dhe pikërisht politika UÇK-s në koordinim me theks veçantë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe me aleatë të tjerë, ka qenë ajo që ka bërë diferencën në raport me shumë kryengritje, shumë aktivitete të tjera paraprake, prandaj ka rezultuar suksesshëm me shlirimin dhe më pas edhe me pavarësinë e vendit. Zoti Bayraktari, një avokati, unë besoj mundi bëhet kjo pyetje. Si janë dukur gjyqtarët edhe gjatë këtyre ditëve, por edhe në seancat kaluara, në dëshminë, në atë, nuk di qoftë dashamirësinë apo etj që ata mund të kenë pasur me të akuzuarit në këtë rast, me prokurorin marrëdhënie e tyre, dhe nëse kjo me çfarë keni lexuar ju mund të ketë një pjesë ndikim në vendimin përfundimtar. Tani sa i beket e surisë së procesit, unë kam përcjell thuajse në detaje. Dhe pjesa e trupit gjykues me theks veçantë njëri prej tyre i cili dje ose par-dje u pa dhe duke fjetur gjatë zhvillimit të seancës. Në bindjen time ka shpërfaq doza bukur të mëdha të panësisë dhe trajtimit me objektivitet të palëve, madje në disa raste pyetjet që parashtronte ai dëshmitarëve me theks veçantë dëshmitarëve të prokurorisë në bindjen time ishin të ndaluara, ishin sugjesive dhe për më tepër të natyrës paragjykuese, për çka natyrisht që jo vetëm trupi gjykues, mirë po edhe palët të tjera janë të ndaluar aty u parashtrojnë pyetje të tilla dëshmitarëve, aq më pak trupi gjykues. Për dallim për kryetarit trupit gjykues, i cili në bindjen time nga momenti i fillimit të paraqitjes së dëshmitarëve të mbrojtjes është dukur më miqësor në raport me palët në përgjithësi me theks veçantë edhe me dëshmitarët edhe me të akuzumit. Për më tepër kemi pa një shpërfaqje edhe drejtim në mënyrë jashtëzakonisht miqësore edhe të dëshmitarëve të mbrojtjes, me theks veçantë në raport me generalin Clark, i cili natyrisht që është nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe din edhe peshën edhe vlerën e deklaratave të personaliteteve të tilla siç është zoti Clark, por edhe zoti Rubin edhe të tjerët. Prandaj
besoj që nga mesi i shtatorit e këndej kemi pa një trup gjykues i cili në bindjen time ka reflektu qasje më miqësore në raport me procesin për dallim prej procedurës paraprake ku në bindjen time shpërfaqja e tyre ka qenë bukur që ka lë hapësirë për me dëshiru. Zoti Baraktari, vendimi pritet marrë edhe deri në 3 muaj kohë, pra, nga dita e nisjes, le të themi, përfundimit tërësisht të kësaj faze. Sa bestim keni që do të shpallen pafajshëm? Me them në këtë mënyrë, kjo është një pyetje absolutisht subjektive, se gjithë shqiptarët këtë duan dhe këtë presin. Mbi bazën e asaj që kemi pa deri më tash, unë jam i bindur që prokuroria nuk ka arrit me argumentu tezat e saj, dhe se nuk ka pas strukturë, nuk ka pas hierarki, nuk ka pas mundësi të ushtrimit efektiv të kontrollit si elemente bazë për më konstatu përgjithësia komanduese, për faktin se siç dihet 4 shehur që kës nuk akuzohet për veprime individuale, mirë po si strukturë, si hierarki, si përgjithësi komanduese, e për të konstatuar ato duhet plotësohen disa kushte, për çka natyrisht unë jam i bindur që në rast se ka drejtësi, fundi i këtij procesi, epilogu i këtij procesi nuk ka mundësi me qenë ndryshe përveç me vendim pafajësie dhe rikonfirmimi të faktit që UÇK-ja nuk ka pas qëllim të kryejë ato krime të cilat i janë vesh prokuroria përmes një procesi në bindjen time që kokën e ka në Beograd e pastaj natyrisht që është mbështetur edhe nga mekanizma të tjerë përfshirë Moskën dhe të tjerët. Por vlen theksohet fakti që afatet sipas rregullore së procedurës dhe të provave janë 90 ditë me mundësi shtimi edhe 60 ditë të tjera nga momenti i përfundimit të kësaj procedure. Prandaj besoj dhe jam optimist që në rast se jo nga qershori nga korriku i këtij viti do të mund ta kemi verdiktin në shkallë të parë për sa i përket këtij procesi me peshë jashtëzakonisht të madhe historike, por natyrisht i shoqëruar me shkelje jo të pakta deri në këtë fazë të procesit. Dhe e fundit fare kemi parë që Kuvendi i Republikës Shqipërisë të miratoi një deklaratë, një rezolutë edhe nga Kuvendi i Kosovës dhe kishte një propozim nga partitë shqiptare për të miratuar një rezolutë të tillë në mbështetje të shkreve të UÇK-s dhe nga partitë shqiptare për Maqedoninë e Veriut. Por po ashtu në 17 shkurt, ditën e pavarësisë, do të ketë një protest në Prishtinë, ku flitet në fakt që ndoshta mund të jenë deri në 200.000 qytetarë, duke parë edhe rëndësinë e çështjes. Çfarë mund të më thoni edhe për këto rezoluta që shqiptarët janë bërë bashkë apo edhe protestën e radhës janë mbajtur disa të tilla, në gjykimin tuaj? Natyrisht rezolutat janë akte politike përmes të cilave natyrisht që shpërfaqet ose shprehet vullneti politik i të zgjedhurve të dyja vendeve në rastin konkret. Në bindjen time me theks veçantë sa i përket rezolutës së Kuvendit të Kosovës, ndon se e vonuar, mirë po megjithatë më mirë siç thosh populli më mirë vonë se sa fare. Prandaj vlerësoj që janë të mira mbi të gjitha, shpërfaqin atë që në bindjen time e din tashmë dhe opinioni në vazhdimsi është i bindur që procesi gjyqësor që po zhvillohet në Hagë është i padrejtë, procesi gjyqësor që po zhvillohet në Hagë nuk është ndaj individëve, është ndaj ushtrisë lirimtare të Kosovës, ndaj vlerës më sublime që ka populli i Kosovës dhe populli shqiptar në përgjithësi. Prandaj këto rezoluta i shoh në këtë funksion, për më tepër janë një mesazh i qartë i politikës tonë në drejtim të me theks veçantë vendeve financuese të kësaj gjykate që procesi atje është i padrejtë, i bazuar në prova të siguruara nga një regjim gjenocidal dhe për më tepër unë bes me shpresë që me 17 shkurt do të jetë njëra prej protestave më të mëdha që është mbajtur ndonjëherë në Kosovë dhe jo vetëm, për faktin se natyrisht është ditë e veçantë dhe është një proces i cili natyrisht që është determinues për të kaluarën, për të tashmen, por edhe për të ardhmen tonë. Prandaj vlerësoj që prezenca e një numri sa më të madh të qytetarëve do të jetë një mesazh shumë i qartë që ata njerëz nuk janë vetëm. Ata njerëz që po ballafaqohen me këtë proces të sërgjatur janë historia më e lavdishme e popullit të Kosovës dhe popullit shqiptar. Prandaj pafajësia e tyre është epilogu dhe duhet me qenë epilogu i vetëm real i këtij procesi të sërgjatur.
E kuptoj. Zoti Bayraktari, faleminderit. Ishte kënaqësi dhe ju uroj fundjavë të mbar. Kënaqësi, faleminderit edhe juve. Faleminderit edhe një herë zotit Ardian Bayraktari, avokat në fakt ku me të vërtet diskutuam me detaj absolutisht shumë rëndësishme për ta parë edhe në këtë aspekt. Gjithçka po ndodh gjatë këtyre ditëve, por edhe ka ndodhur në të kaluar në fakt, sepse ka 5 vite që janë në Hag, pra 4 ish udhëheqësit e UÇK-s, edhe protesta në datë 17 shkurt në Prishtinë. Mirë, në këto momente do të ndryshojmë temë të informacioneve tona, do të fokusohemi në të tjera zhvillime dhe do të ndalemi tek dita e të dashuruarve, do të ndalemi tek Shën Valentini, 14 shkurt në fakt dita e të dashuruarve, ka disa aktivitete, absolutisht edhe si çdo vit, që do të zhvillohen këtu në kryeqytet, organizuar kryesisht nga bashkia, por dhe disa zonat preferuara. Njëra për tyre në fakt duke rastisur edhe ditë shtunë sot që është ditë pushimit dhe zona e parkut madh të liçenit artificial. Atje është vendosur edhe kolegja Blerina Goce, me cilin kam një komunikim drejt për drejt në këto momente. Blerina, të përshëndes, sot dita e Shën Valentinit, gëzuar gjithë, absolutisht gjithë dashuruar në një mënyrë apo në një tjetër. Eksaktësisht tek parku i liçenit, po ku çfarë po ndodh aty, çfarë mund na përcjellë, se shoh që ka edhe persona pranë. Po, përshëndetje, ashtu si që dhe ju thatë, jemi të parku i liçenit. Në fakt tani jemi të pista olimpike, po aktivitetet që po mbahen sot janë të shumta në të gjithë zonën e liçenit dhe jo vetëm. Ka pasur një koncert festiv, shfaqje cirku, ekspozita, ngjarje nga më të ndryshmet. Ndërkohë që tani, si shtam, po mbahet një garë vrapimi. Sepse ideja ka qenë që dashuria në fakt duhet të shkojë tek të gjitha grup mosha, duhet të festohet nga të gjithë, dhe jo vetëm nga të rriturit. Dhe tek kjo garë, protagonist janë fëmijët, janë të vegjëlit, siç është edhe Amari që un kam në krah. Amari? Ti ishe pjesë e garës, apo jo? Po, isha. Si dole? Dole mirë. Tani akoma nuk ka përfunduar gara dhe të ndahen, të themi, çmimet fituesit, por gjithsesi ka një atmosferë shumë interesante mes fëmijëve. Në krahun tim un kam edhe Ina Liçajn nga Bashkia e Tiranës, e cila është edhe organizatore e këtyre aktiviteteve dhe që mund na flasi më shumë për çfarë ju ofrohet sot qytetarëve në ditën e dashurisë. Përshëndetje, atëherë unë jam Mina, po jemi njësi në varësi të Bashkisë së Tiranës, Agjencia e Parqeve e Rekreacionit. Aktualisht, siç edhe ju e përmendët, jemi në pistën e atletikës, duke krijuar një garë me grup mosha të ndryshme, por gjithashtu jemi në bashkëpunim me grupin e atletikës Fortius të zotit Taulan Sërmasi dhe Luiza Gegës. 360 gradë është koncepti jonë i Shën Valentinit. Pra, liçeni i madh artificial i Tiranës do të ketë lartshmëri aktivitetesh që do të shtrihen gjatë gjithë ditës. Dhe kemi startuar që tek pjesa e digës, ku kemi 20 artizan. Të gjithë të artizanët kanë sjellur punimet e tyre unike, punime me dorë, punime me bizhu, punime me qëri, ka më të ndryshme. Të gjithë qytetarët mund të vinë dhe ta vizitojnë dhe të prekin diçka më unike nga afër. Gjatë digës kemi dhe koncerte festive në drejtimin e zotit Jorgan Xhi, është një kolazh i këngëve mix të muzikantëve që ato kanë organizuar. Vazhdon pasaj dhe shtrihet brenda në liçen me 20 piktura të piktorit Hysa Loka. Tematika e të gjithë pikturave do jetë përsëri me tematikën e dashurisë dhe Shën Valentinit. Gjithashtu një pikë shumë interesante është dhe pika për një grup moshe, disi mosha e tretë, dhe normalisht edhe për gjithë moshat në tërësi, është dhe një piknik relaksues. Pra ne në 360 gradë e kemi konceptuar si një reflektim i dashurisë në forma të ndryshme. Pra dashuri për natyrën, dashuri për muzikën, dashuri për sporte, dhe mbi gjitha natyra për ne është shumë e sigurt dhe balancimi i aktiviteteve me mjedisin, kujdesja për mjedisin është qëllimi dhe misioni jonë kryesor. Aktualisht jemi në momentet e fundit të garës, shpresoj që mund të ftojmë dhe zotin Taulan. Taulan Sërmasi është bashkëpunëtori. Zoti Taulan? Zoti Taulan Sërmasi është bashkëpunëtori jon për të organizuar të gjithë këtë maraton. Përshëndetje. Përshëndetje zoti Sërmasi, trajnerit Luiza Gegës. Ja sot aktiviteti është jashtëzakonshëm. Vërteta për e është një ndihmë e madhe fakt për gjithë komunitetin, sidomos komunitetin sportiv. Ne kemi një pistë mrekullueshme në Tiranë, që për fat është në ndërsimin e APR-s, edhe ne punësin të gjithë atletëve të Tiranës, edhe pothuajse të gjithë rajonit të zonës Tiranës, që servitet.
Ky aktivitet po shkon shumë mirë, edhe është shumë e rëndësishme për ne që të kemi aktivitete të tilla, sa më të shpeshta, që t'japim mundësi gjithë fëmijëve të Tiranës, jo vetëm atyre që stërviten, por ato që kanë dëshirë sportin, që të lidhin ta kenë sportin si mënyrë jetese. Në mos jetë sporti, po them vetë për sportistë profesionistë, se sportistë profesionistë e kanë punë. Ne na duhet që sporti të jetë për gjithë target grupet, kështu që kjo është dhe fokusi kryesor. Sigurisht që sot jemi në ditën e Shën Valentinit, po them, edhe kryesisht gjithmonë ditën e Shën Valentinit kemi përjashtuar gjithë shtresat e tjera, vetëm dashuruarit. Ndërkohë, kjo është një ditë që duhet të jetë për të gjithë. Në konceptin e vet, fakti është ditë që japim mundësi edhe fëmijëve që të japin sa më shumë dashuri për njëri tjetrin. Kështu që kaq kisha, sepse tash i mbaroi aktiviteti, si në pjesë të aktivitetit. Atëherë ju urojmë një ditë sa më të gëzueshme, plot dashuri, edhe fëmijët të punojnë me dashuri. Faleminderit e juve, çao. Po Blerina, nuk di edhe atmosfera në kryeqytet, edhe aty patjetër, pra këto janë evenimente shumë të rëndësishme edhe për fëmijët, edhe atë që tha edhe zoti Taulant, edhe Ina, pra që dashuri për gjithçka sot, jo vetëm le të themi dashuri për partnerin, natyrën, sportet e tjerë. Ditë e shtunë që ka rëstisur një ditë pushimi në kryeqytet, në bulevardet e tjerë, besoj kishte atmosferë, nuk di lëvizje aty nga parku i liçenit dhe aktivitetet që do të vijojnë deri në mbrëmje. Po, atëre kishte plot lëvizje me thënë drejtën, po sigurisht parku i liçenit është vendi ku ka pasur më tepër aktivitete edhe më tepër lëvizje nga njerëz të grup moshave të ndryshme. Aktivitetet do të vijojnë gjatë gjithë ditës. Atëre Ina, si do të vijojnë aktivitetet? Atëre aktivitetet e Shën Valentinit i kemi shtrirë në disa lokacione, në Parkun Rinia, ku dhe atje kemi aktivitete festive rekreative, gjithashtu tek hapësira e reja, dhe në fund kemi dhe aktivitetin që do të largohemi disi larg Tiranës, kemi një dasëm në Petrel. Dasma në Petrel është duke organizuar në këto momente që ne flasim nga një çift, i cili simbolika e tij është premtimi i dashurisë në ditën e shenjtë si Shën Valentini. Kemi organizuar gjithashtu një ambient me traditat shqiptare, me muzikë popullore, me valle të ndryshme, dhe shpresoj që kjo festë të zgjasë dhe të gëzojmë të gjithë së bashku. Faleminderit. Faleminderit, Ina. Mirë, faleminderit Blerina. Faleminderit për këtë komunikim dhe për gjithë atmosferë të bukur dhe pozitive që sollët në studio nga pjesa olimpike e Parkut të Madh të Liçenit Artificial në ditën e Shën Valentinit, pra ku të gjithë në farë mënyrë absolutisht jemi bindur po japin dashuri në një mënyrë apo në tjetër për të afërmit e tyre dhe jo thjesht atë dashurinë pak a shumë edhe tradicionale mes një mashkulli edhe një femër, pra dashuria mes burrë e grua, po edhe çifteve të reja. Edhe aktivitetet shumë rëndësishme që po zhvillohen edhe për të rinjt, po ashtu për aktivitetet do të ketë edhe në vende të ndryshme, siç i përmendi edhe profesionistja e Bashkisë së Tiranës. Mirë, në këtë moment kalojmë në pak reklama. Shumë shkurtimisht disa këshilla biznesi mindër, ja rikthehemi për të vijuar me transmetimin e drejt për drejt dhe me tjera zhvillime.